Një pastor gjerman filloi të le furishëm ndaj një valigjeje në aeroport. Ajo që policët zbuluan brenda saj i tronditi të gjithë. Pasagjerët mbetën të ngrirë në vend kur pastori gjerman u hodh me vrull drejt një valigjeje blu, duke gërhitur, lehur dhe treguar dhëmbët, sikur kishte zbuluar një kërcënim vdekjeprurës. Policët bërtisnin që njerëzit të largoheshin. Valigja nuk lëvizte, por diçka brenda saj po. Qeni policor shtypi feçkën mbi materialin e valigjes, duke lëshuar një rënkim urgjent, një tingull që askush nuk e kishte dëgjuar ndonjëherë më parë prej tij. Trajneri i tij u përpoq ta tërhiqte pas, por qeni refuzoi. Ai gërvishte zinxhirin, lehur pa pushim, sikur dikush po I humbiste minutat e fundit. Të gjithë menduan se qeni kishte humbur kontrollin, por Reds vazhdoi të le edhe më fort, me më shumë dëshpërim, duke u përpjekur të çante valigjen sikur jeta e dikujt varej prej tij. Polici Rafael vrapoi drejt tyre dhe kapi dorezën e valigjes. Kujt I përket kjo bagazh? Të afrohet menjëherë. Askush nuk lëvizi. Skuadra e sigurisë rrethoi zonën. Njerëzit pëshpëritnin mes tyre. Ishte bombë? Drogë? Një armë e fshehur? Askush nuk kishte përgjigje, por kur policët më në fund e hapën valigjen, të gjithë dëshiruan të mos e kishin parë kurrë atë që ndodhej brenda, sepse ishte shumë më tronditse se çdo imagjinat. Aeroporti gumëzhinte nga kaosi I zakonshëm I mëngjesit. Valigje që rrokulliseshin, njoftime që jehonin në altoparlant dhe udhëtarë që nxitonin në çdo drejtim. Drita e diellit hynte nga dritaret e mëdha prej xhami, duke krijuar hije të gjata mbi dy shemen e lëmuar. Ishte një mëngjes I zakonshëm, pothuajse I parashikueshëm. Polici Mateus Santos qëndronte pranë partnerit të tij besnik, Redzit, duke vëzhguar fluksin e pasagjerëve në kontrollin e sigurisë. Redz, një pastor gjerman I zgjuar dhe vigjilent, rinte I palvizshëm, duke skanuar fytyra, çanta dhe lëvizje me një përqendrim që asnjë njeri nuk mund ta arrinte. Veshët I lëviznin në çdo tingull, por ai priste me durim komandën e radhës. Një ditë tjetër e ngarkuar, murmuriti polici Rafael duke ju afruar Mateusit. Duket sikur gjysma e vendit ka vendosur të fluturojë sot. Mateusi buzëqeshi lehtë, por sytë I mbetën vigjilent. Vite shërbimi I kishin mprehur instinktet. Ai dinte të dallonte nervozizmin, lëvizjet e dyshimta, sjelljet jashtë normales. Por atë ditë, gjithçka dukej e zakonshme. Familje të lodhura, udhëtar biznesi, turist me suvenire. Derisa Redz ndaloi. Valigja blu ishte e thjeshtë, e vjetër në qoshe, pa etiketa, pa shenja identifikuese. Do të kishte kaluar pa u vënë re nga kushdo tjetër. Por jo nga Redz. Trupi I tij u tendos. Bishti u bë I ngurtë. Frymëmarrja I u shpejtua. Çfarë ke, djalosh? Pyeti Mateusi me zë të ulët. Redz nuk lëvizi. Ai vetëm shikonte valigjen me një fokus të mprehtë, sikur diçka brenda saj po thërriste për ndihmë. Një oficere, Juliana, kontrolloi dokumentet. Kjo valigje nuk përputhet me asnjë pasagjer aktual. Pra askush nuk e ka deklaruar, tha Mateusi. Ose dikush nuk ka dashur ta marrë. Në atë moment, Redz lëshoi një gërhim të thellë. Qimet në shpinë I u ngritën. Ai u hodh përpara, duke lejur me një forcë që I bëri pasagjerët të tërhiqeshin me frikë. Ai gërvishte valigjen, dhëmbët e zbuluar, sytë e fiksuar, sikur diçka brenda po luftonte për frymë. Nuk janë eksploziv, tha Mateusi me bindje. Ai nuk reagon kështu ndaj bombave. Kjo është diçka tjetër. Diçka e gjallë. Fjalët ranë rënd mbi të gjithë. Një heshtje e tensionuar mbuloi zonën. Redz lëshoi një rënkim të mprehtë, një tingull që Mateusi e kishte dëgjuar vetëm kur qeni gjente persona të plagosur në operacione shpëtimi. Ai po lutet, tha Mateusi. Po na thot se po mbaron koha. Pas një hezitimi të shkurtër, mbikëqyrësi dha miratimin. Policia u pajis me mjete mbrojtëse. Zona u boshatis. Juliana u afrua me kujdes dhe hapi zinxhirin ngadalë. Kur valigja u hap plotësisht, një frymë e përbashkët tronditjeje përshkoi të gjithë. Brenda, e mbështjell me një batanie roz, ishte një vajzë e vogël, jo më shumë se 2 vjeçe. Fytyra e saj ishte e zbedhë. Frymëmarrja e cekët dhe e parregull. Në kyçe kishte shenja maviosjeje. Zoti im është një fëmijë, pëshpëriti Juliana me lot në sy. Redz u hodh përpara, feçka e tij pothuajse preku vajzën.
Ai rënkoi but, duke e shtyr lehtë me hun, sikur t'i lutej të zgjohej. Ai e dinte, tha Mateusi me zë të dridhur. Ai e dinte që ajo ishte gjallë. Ambulanca u thirr menjëherë. Vajza u nxor me kujdes nga valigjja. Aeroporti kishte mbetur i heshtur, i mpir nga ajo që sapo kishte ndodhur. Reds qëndroi pranë saj deri në momentin e fundit, duke e vëzhguar me sy të mbushur me një ndjenjë që vetëm qendrat e shpëtimit e njohin, besnikëri absolute ndaj jetës njerëzore. Atë ditë, një valigje nuk mbante rrezik. Mbante një jetë. Dhe një që refuzoi ta injoronte. Por thellë, të gjithë e dinin se betejë për ta shpëtuar atë sapo kishte filluar. Në momentin që ambulanca u largua me sirenat që ushuan gradualisht në distancë, aeroporti u shndërrua nga një kaos i zhurmshëm në një skenë krimi të mbushur me tension. Policët u mblodhen rreth zonës së inspektimit. Terminali, që pak më parë gumëzhinte nga zërat dhe hapat, tani ishte çuditërisht i qetë, i mbushur vetëm nga jehona që venitej e lejeve të dëshpëruara të Redzit. Mateusi nxori një frym të dridhur, duke u përpjekur të qetësoj. Fëmia ishte në rrugë drejt spitalit, por tani një pyetje edhe më e rëndë qëndronte pezull mbi të gjithë. Kush e kishte futur atë brenda asaj valigjeje? Zëri i mbikëqyrësit e theu heshtjen. Dua të gjitha pamjet e sigurisë nga ora e fundit. Çdo kënd, çdo shiri transportues, çdo hyrje. Juliana tashmë po shtypte me shpejtësi në tabletin e saj. Po hyn në kamerat e zonës së dorëzimit të bagazheve tani. Reds ul pranë Mateusit, më në fund i heshtur, por qartësisht i shqetësuar. Sytë e tij vazhdonin të ktheheshin drejt valigjes së hapur, sikur të priste që fëmia të ishte ende aty. Mateusi i vendosi dorën mbi kokë. Do ta zbulojmë kush e bëri këtë, partner. Një monitor i madh u soll pranë. Policët u grumbulluan përreth ndërsa Juliana preku një pamje të vogël videoje. Ja ku është. Kjo është pak para se valigjja të mbërrinte në shiri. Pamjet tregonin pasagjerë që dorëzonin bagazhet, familje që bisedonin, turistë që qeshnin, udhëtar biznesi që nxitonin. Gjithçka dukej normale. Pastaj në kornizë hyri një figurë e veshur me kapuç, fytyra e fshehur, lëvizjet e ngadalta dhe të kujdesshme. Juliana e ngriti dorën. Ndalo. Afër so. Personi kishte veshur një xhupë të errët, mëngët të tërhequra mbi duar dhe mbante valigjen blu nga doreza. Ajo që i ra në sy Mateusit ishte mënyra si lëvizte figura, me një kujdes të tepruar, sikur kishte frikë ta rrëzonte. Duket sikur po mban diçka delikate, murmuriti Rafaeli. Pamja vazhdoi. Figura u drejtua drejt për drejt të shiriti, shikoi përreth me nervozizëm dhe e vendosi valigjen jashtëzakonisht butë, shumë më butë se çdo bagazh tjetër. Nuk vendosi etiket, nuk foli me askënd, nuk ngriti kokën asnjëherë. Pastaj u largua. Jo drejt kontrollit të sigurisë. Jo drejt sporteleve. Jo drejt daljeve. U përzie me turmën dhe u zhduk. Nofulla e Mateusit u shtrëngua. Ktheje pas. Ndiq ku shkoi, por në kamerën tjetër, figura nuk ishte më. Kishte zgjedhur pikërisht një nga pikat e verbra të terminalit. Si e dinte ku ishte pika e verbër? Murmuri Rafaeli. Sepse kjo nuk ishte rastësi, tha Mateusi me zë të ulët. Dikush e kishte planifikuar. Reds lëshoi një tingull të ulët, gjysmë rënkim, gjysmë gërhim, sikur të ishte dakord. Dhoma e spitalit ishte e qetë, përveç bipit të vazhdueshëm të monitorit të zemrës. Drita e butë e diellit kalonte përmes perdeve, duke hedhur një shkëlqim të ngrohtë mbi fytyrën e zbehtë të vajzës së vogël. Ajo qëndronte e palvizur në shtratin e vogël, e mbështjell me batanie, gjoksi i saj ngrihej lehtë nën maskën e oksigjenit. Për një çast, ajo dukej e qetë, tepër e qetë për një fëmijë që ishte gjetur brenda një valigjeje. Mateusi qëndronte pranë këmbëve të shtratit, krahët e kryqëzuar. Reds ishte ulur pranë tij, besnik dhe vigjilent. Qeni nuk ja kishte hequr syt vajzës që nga momenti që kishin mbërritur. Ai ishte shtrirë me kokën mbi putra, veshët drejt, duke vëzhguar çdo frymëmarrje të saj, sikur ta mbronte vetëm me praninë e tij. Një infermiere hyri në heshtje. Shenjat jetësore po përmirësohen, përshpëriti ajo. Rehidratimi dhe ngroja ndihmuan. Tani i duhet vetëm kohë. Kur mendoni se do të zgjohet? Pyeti Mateusi. Infermierja buzëqeshi lehtë. Fëmijët shpesh na befasojnë. Mund të jenë minuta, mund të jenë orë. Reds lëvizi. Veshët ju drodhen.
Hunda ju ngrit lehtë, duke nuhatur ajrin rreth vajzës. Mendon se diçka po ndodh? Murmuriti Mateusi. Reds u ngrit ngadalë dhe ju afrua shtratit, duke vendosur putrat me kujdes në skaj. Pastaj ndodhi. Një tingull i vogël, një rënkim i butë, doli nga nën maskën e oksigjenit. Gishtat e vajzës u përkulën rreth batanijes. Qepallat ju drodhen. Monitori filloi të bënte bip më shpejt. Reds lëshoi një leje të butë, jo kërcënuese, por inkurajuese. Ngadalë, me përpjekje, sytë e vajzës u hapën. Shikimi i saj i turbullt u ndal te Reds. Qenush, pëshpëriti ajo. Bishti i Redzit u përplas lehtë në shtratin metalik. Vajza zgjati dorën dhe Reds uli kokën derisa hunda e tij preku gishtat e saj. Lotët i mbushën sytë. Mamaja, ku është mamaja? Pëshpëriti ajo. Një të ftohtë i përshkoi shpinën Mateusit. Misteri nuk kishte mbaruar. Ai sapo ishte thelluar. Më vonë, në qendrën e komandës së sigurisë, pamjet treguan diçka edhe më shqetësuese. Në një kamerë të jashtme, figura me kapuç nuk ishte vetëm. Pranë tij ecte një person tjetër, më i shkurtër, me doreza dhe një çantë të vogël shpine. Lëviznin të sinkronizuar. Kjo ishte e planifikuar, tha Juliana me zë të dridhur. Kjo nuk ishte braktisje, shtoi Rafaeli. Ajo po transportohej. Fernanda u përkul përpara dhe shpërtheu në lot, duke mbuluar fytyrën me duar. Trupi i saj dridhej nga dëshpërimi i grumbulluar prej ditësh. Reds ngriti kokën dhe lëshoi një rënkim të butë, duke ndjerë dhimbjen e saj. Qeni ju afrua ngadalë, pa frikë, sikur të donte ta qetësonte vetëm me praninë e tij. Pas pak çastesh, Fernanda mori frym thellë dhe u përpoq të mblidhej. Duhet tua tregoj gjithçka, pëshpëriti ajo me zë të thyrë. Duhet ta kuptoni si ndodhi kjo. Mateusi tunte kokën me qetësi. Merr kohën tënde. Ne po dëgjojmë. Fernanda uli syt drejt fotografisë që mbante në duar. Emri i saj është Maria. Ajo sapo mbushi 2 vjeç. Është fëmia më e ëmbël që ekziston. Gjithmonë buzëqesh, gjithmonë i zgjat krahët drejt meje. Unë kur nuk e kam imagjinuar se dikush mund t'i bënte keq. Zëri i saj u këput sërish. Lotët rëshitën mbi faqe. Filloi 3 ditë më parë, vazhdoi ajo, duke gëlltitur me vështirësi. E çova në qendër tregtare. Po shikoja disa rroba dhe ajo ishte pikërisht pranë meje. Vetëm për 1 sekondë. Vetëm 1 sekondë u ktheva për të marrë një bluzë. Kur u ktheva, Maria kishte humbur. Mateusi u përkul përpara. A pa dikush diçka? Fernanda mori frym me vështirësi. Një grua. Kamerat e sigurisë e kapën. Ajo po mbante Marian në krah, duke u shtirur sikur ishte vajza e saj. Të gjithë menduan se ishte thjesht një nën me fëmijën e saj. Duart e Fernandës u shtrënguan në grushta. Ajo doli drejt e në parking dhe u zhduk. Një të ftohtë i kaloi shpinës së Mateusit. Pamjet e një figure me kapuç që la një valixhe në aeroport. Mund të ketë qenë ajo. Fernanda pëshpëriti, e tronditur. Por nuk e kuptoi pse dikush do ta merrte vajzën time. Nuk kam armiq. Nuk i detyrohem askujt. Nuk jam e përfshirë në asgjë të rrezikshme. Veshët e Redzit u ngritën. Aroma e frikës, e së vërtetës dhe e dëshpërimit që vinte nga Fernanda ishte e fortë. Mateusi mori frym thellë. Fernanda, a ke marrë ndonjë mesazh, kërcënim, diçka të pazakontë? Ajo hezitoi për një çast, pastaj nxori telefonin nga çanta me duar që i dridheshin. Hapi një video dhe e rrëshiti mbi tavolinë drejt Mateusit. E mora këtë mbrëm. Mateusi u përkul. Videoja ishte e errët, e paqartë, e regjistruar me dorë. Një zë femëror i shtrembëruar fliste ftohtë, ajo nuk është e jotja. Nëse shkon te policia, nuk do ta shohësh më kurrë. Nofulla e Mateusit u shtrëngua. Pse nuk erdhe menjëherë tek ne? Fernanda u shem. Sepse kisha frikë. Kisha frikë se do ta vrisnin fëmijën tim. Nuk dija çfarë të bëja. Por sot pash lajmet. Gjetën një valixhe të braktisur në aeroport. Unë u luta. Zoti im, u luta që ajo të ishte Maria. Reds u ngrit papritur dhe vendosi putrat mbi gjurin e Fernandës. Ajo u befasua, pastaj ja ledhatoi but kokën. Ti e shpëtove, apo jo?
Pyeti ajo me zë të dridhur. Mateusi tunte kokën. Reds është arsyeja pse ajo është gjallë. Lotët e Fernandës ranë më fort. Ju lutem, më çoni tek ajo. Kam nevojë ta përqafoj. Kam nevojë që ajo ta di se nuk reshta kurrë kërkuari. Mateusi u ngrit. Do t'ju çojmë tani. Por ndërsa e shoqëronte drejt daljes, ai e dinte një gjë tjetër, kjo nuk ishte thjesht një rrëmbim. Kishte një motiv më të errët, një të vërtet të fshehur, dhe ata po i afroheshin asaj. Dhoma e hetimit gumëzhinte lehtë nga zërat e radios. Mateusi, Rafaeli dhe Juliana qëndronin përballë ekranit të madh. Reds ishte ulur pranë Mateusit, vigjilent, duke ndjerë tensionin e rënd në ajër. Fernanda ishte shoqëruar me siguri drejt spitalit, por çështja ishte larg përfundimit. Tani që fëmia ishte gjallë, fokusi ishte te personi që ishte përpjekur ta zhdukte. Juliana klikoi pamjet pranë shiritit të bagazheve. Ky është momenti kur valixha u la. Videoja tregonte figurën me kapuç që shtynte valixhen blu drejt një këndi pranë zonës së seleksionimit. Lëvizjet ishin të shpejta, shikime mbi shpatull, hapa nervoz, duar që dridheshin. Shikoni si lëviz, tha Rafaeli. Nuk është e sigurt. Është e friksuar. Kjo nuk është një kriminale profesioniste. Jo, u pajtua Mateusi. Kjo është personale. Juliana kaloi te pamjet e hyrjes së aeroportit. I krahasova oraret. E njëjta figurë hyri këtu shumë më herët. Kamera u afrua. Për një çast, drita kapi një pjesë të fytyrës nën kapuç. Një nofull. Një mollës. Diçka e njohur. Ndalo. Përmirësoje këtë kornizë, tha Mateusi. Pamja u qartësua aq sa të gjithë mbetën të ngrirë. Ishte një grua. Në fund të 30-tave. Tipare të forta. Syt plot zemërim. Është Patricia Costa, tha Rafaeli me zë të ulët. Mateusi e përfundoi fjalin me një pëshpëritje të ftohtë. Motra e madhe e Fernandës. Heshtja mbuloi dhomën. Patricia Costa, gruaja që kishte luftuar për kujdestarinë e Maris, që e quante Fernandën nën të paftë, që ishte shpallur e paqëndrueshme nga gjykata e familjes dhe që ishte paralajmëruar se nuk do ta kishte kurrë kujdestarinë. Ajo u zhduk 6 muaj më parë, tha Juliana. Por është parë në disa qytete që atëherë. Ajo rrëmbeu mbesën e saj, murmuriti Rafaeli. Mateusi ndjeu një zemërim të ftohtë. Në mendjen e saj, ajo besonte se Maria i përkiste asaj. Një realizim i frikshëm u vendos mbi ta. Ajo e futi një fëmijë 2 vjeçar në një valixhe, pëshpëriti Juliana. Nëse Reds nuk do ta kishte gjetur, filloi ajo. Mjaft, e ndërpreu Mateusi. Duhet ta gjejmë Patricia Costa. Tani. Ai u kthye nga Reds. Qeni ishte i tendosur, veshët drejt, gati për veprim. Bëni përputhjen e aromës. Gjejeni. Reds u ngrit menjëherë. Vendosmëria rrezatonte prej tij. Le të lëvizim, tha Rafaeli. Ajo është ende në qytet. Ndërsa dilnin, Juliana hodhi edhe një herë syt nga ekrani, te fytyra e tensionuar e Patricias. Ajo nuk do të ndalet vetë, tha ajo. Mateusi shtrëngoi zinxhirin e Redsit, prandaj do ta ndalojmë ne. Ata u larguan. Gjuetia kishte filluar zyrtarisht. Era e ftohtë e natës përshkonte strukturën e parkimit jashtë aeroportit, duke mbartur aromën e zbeth të gazrave të makinave dhe ankthjen e udhëtarëve që nxitonin të largoheshin. Dritat artificiale hidhnin hije të gjata mbi betonin gri, duke krijuar cepa të errët ku çdo lëvizje dukej si kërcënim. Por Reds nuk ishte i shpërqendruar. Bota përreth tij ishte zhdukur. Ekzistonte vetëm një gjë, Patricia Costa. Në çastin që ai nuati copën e pëlhurës së nxjerrë nga valixha, trupi i tij ndryshoi menjëherë. Muskujt ju tendosën, veshët ju drejtuan përpara, bishti u bë ngurt nga përqendrimi absolut. Instinkti i tij ishte ndezur plotësisht. Mateusi u gjunjëzua pranë tij dhe i foli me zë të ulët, por të vendosur. Gjeje, Reds. Shko. Reds u hodh përpara me forcë, duke tërhequr zinxhirin me një energji befasuese. Putrat e tij godisnin shpejt betonin ndërsa ai lëvizte mes makinave të parkuara, duke u gjarpëruar mes kolonave dhe hijeve. Rafaeli dhe Juliana e ndiqnin nga afër, sytë e tyre kontrollonin çdo cep, çdo derë, çdo siluet. Nuk mund të ketë shkuar larg, murmuriti Juliana.
Nuk ka asnjë udhëtim të regjistruar në emrin e saj. Nuk ka rëndësi, u përgjigj Mateusi. Reds e di. Ata u ngjitën në një nivel më lart, pastaj edhe një tjetër. Reds thifte ajrin me hundën pothuajse mbi tokë, duke lëvizur gjithnjë e më shpejt. Frymëmarrja e tij u bë më e thellë, më e përqendruar. Pastaj, pa pritur, ai ndaloi. Koka e tij u ngrit. Një gërhim e ulët doli nga kraharori. Dora e Mateusit u zhvendos instinktivisht drejt armës. Çfarë ndjen, djalosh? Reds u kthye befas dhe u nis me vrull drejt një këndi të errët të parkimit. Ajo është këtu, pëshpëriti Rafaeli. Ata vrapuan pas tij. Reds u ndal pranë një sedani të braktisur. Dyert ishin të mbyllura, xhamat të mjegulluar nga brenda. Ai le një herë, pastaj sërish dhe filloi të gërvishte derën e pasme me këmbëngulje. Patërcia Costa. Bërtiti Mateusi. Dil nga automjeti me duart ku mund t'i shoh. Për një çast nuk pati asnjë lëvizje. Asnjë tingull. Vetëm heshtje e rëndë. Pastaj, dera e pasme u hap ngadalë. Një grua doli jashtë. Sytë e saj ishin të egër, flokët e çrregull, frymëmarrja e shpejtë dhe e paqëndrueshme. Kapuçi i rëshiti nga koka, duke zbuluar një fytyrë të shtrembëruar nga zemërimi dhe frika. Qëndroni larg. Bërtiti ajo, duke mbajtur diçka me duar që i dridheshin. Zemra e Mateusit u shtrëngua. Ishte një fotografi. Një foto e Maris. Patërcia e shtrëngonte fort pas gjoksit, sikur të ishte burimi i saj i vetëm i ajrit. Ajo është e imja. Bërtiti patërcia me zë të thyrë. Ajo duhej të ishte e imja. Reds gërhiti dhe u hodh një hap përpara, mbrojtës, trupi i tij i vendosur mes saj dhe policëve. Patërcia ngri duart. Urdhëroi Rafaeli, duke drejtuar dritën e llambës drejt saj. Tani. Sytë e saj lëvizën majtas e djathtas, duke kërkuar një rrugë aratisjeje. Ju nuk e kuptoni, tha ajo me zë të çmendur. Fernanda nuk e meriton atë. Unë duhej ta rrisja. Unë duhej. Maria pothuajse vdiq, ja ktheu Mateusi me ashpërsi. Ti e fute në një valixhe. Ajo nuk mund të merrte frymë. Shpreja e patërcias u qa. Sytë ju mbushën me lot, nofulla ju shtrëngua. Nuk doja t'i bëja keq, belbëzoi ajo. Doja vetëm ta merrja me vete. Të largohesha. Të filloja nga e para. Patërcia. Thiri Juliana. Ajo ngriti kokën për një çast. Dhe ai çast ishte gjithçka që Reds i nevojitej. Ai u hodh përpara, jo për të sulmuar, por për të bllokuar. Trupi i tij u vendos mes patërcias dhe daljes, duke i prerë rrugën ndërsa ajo tentoi të kthehej drejt makinës. Mateusi e kapi nga krahu dhe e shtypi lehtë kundër automjetit. Mbaroi patërcia. Ka mbaruar. Trupi i saj u drodh dhe u dorëzua. Ndërsa prangat klikuan rreth kyçeve të saj, Reds u tërhoq një hap pas, sytë e tij të palëkundur, të qetë. Ai kishte bërë pikërisht atë për të cilën ishte trajnuar, të mbronte të pafajshmit, të ndalte kërcënimin, të përfundonte ndjekjen. Mateusi i dha një goditje të lehtë në shpinë. Punë e mirë, partner. Por ai nuk buzëqeshi. Sepse pjesa më e vështirë ende po vinte, të sillte mbyllje për një nën dhe shërim për një fëmijë që kishte kaluar një makth. Korridori i spitalit kishte aromë dezinfektanti, por për Fernandën ndihej si hyrja në një faltore të heshtur, të shenjtë, të mbushur me një shpresë që ajo kishte frikë ta besonte. Duart i dridheshin ndërsa ecte, e udhëhequr nga një infermiere. Mateusi dhe Reds e ndiqnin disa hapa pas, duke i lënë hapësirë, por duke qëndruar pranë. Para derës së dhomës së Maris, Fernanda u ndal. Ajo u kap pas kornizës së derës aq fort sa nyjat e gishtave ju zbardhën. Ajo është zgjuar, përshpëriti ajo. Mateusi tunte kokën me butësi. Po. Dhe ka kërkuar për mamin. Frymëmarrja e Fernandës u këpull. Lotët i rëshitën ndërsa ajo hapi derën. Brenda, Maria ishte ulur e mbështetur në jastëk, e mbështjell me batanie të ngrohta. Fytyra e saj ishte ende e zbeth, sytë e lodhur, por në çastin që pa nënën, fytyra ju ndriçua plotësisht. Mami. Thiri ajo. Këmbët e Fernandës u drodhen, por ajo vrapoi përpara dhe u gjunjëzua pranë shtratit, duke e përqafuar vajzën me gjithë forcën që guxonte. Bebja ime, jam këtu, çau ajo. Maria u kap pas saj me dëshpërim, gishtat e vegjël të shtrënguar fort.
Erdhe pas tyre, Reds u ul në heshtje, duke vëzhguar ribashkimin me sy të bull. Maria ngriti kokën dhe e pa. Qenush, pëshpëriti ajo. Reds u afrua me kujdes. Maria i hodhi krahët rreth qafës. Reds uli kokën me aq kujdes sa dukej sikur kishte frikë ta lëndonte. Një tingull i butë, mbrojtës doli nga ai. Fernanda i preku leshin me gishta që i dridheshin. Ti e shpëtove, pëshpëriti ajo. Të detyrohem për gjithçka. Mateusi qëndronte pranë derës, sytë e tij të njomur. Kjo është arsyeja pse bëjmë atë që bëjmë. Maria u përkul në krahët e nënës, duke mbajtur leshin e Redzit me një dorë të vogël, sikur të mos donte të linte asnjërin. Për herë të parë që nga fillimi i makthit, Fernanda mori frym thellë. Vajza e saj ishte gjallë. Ishte e sigurt. Ishte në shtëpi.